Hoxhë, përpos faljes namazit, nafile, 10 netët e fundit, çfarë ibadeti tjerë mundemi me bë? Më rëndësi është dy sende. Selefit, dhe me thonë të partë tonë të mirë, dy sende i kanë bën këto gjatë Ramazanit, të veçanti i kanë shtu, i kanë 10 fishue në 10 e fundit. Ajo është leximi i Kuranit. Se ki muaj është muaj i Kuranit. Për këtë i gjenë Selefit, dhe me thonë të partë tonë, Allah i mëshiroft, i gjenë është, dhe me thonë që kur ka ardhë muaj Ramazanit, i kanë nalë dersë. Allah i kanë blokua. Janë mirë me librin e Allahut. Kipri atyre të cilët për një të ka bën një hotë. Dikush ka me thonë, o s'moj, po une s'monet s'ka shonca. E di që janë shumë për mu dhe për ti e për shumicën të cilët nuk kemi të ushtru, dhe nuk e kemi mësu gjuhët tona, dhe nuk e kemi dhonë maksimumin që me lexu librin e Allahut. Për neva shumë. Se me na thonë mu e ti, o dhe me thonë, po mos ishin e televizionit, me na thonë që është Usain Bolti vrapon 9 sekunda, 100 metre, ti e ban tonën, thue, vallabe, o shumë baj, po shumë sa i ka ushtruhe. Dhe me thonë, rezultati i tij është 30 vjetë punë. Për këtë, Selefi ka thonë 20 vjetë e ka mundu shpirtin tem për me janë di lezetin namazit, mas 20 vjetë, vallaj ma ka thonë, knatësin e faljes namazit natës. Ëmbëlsin e faljes namazit. Edhe ne, për shemë, tash, kur ta shoh se dikush e ka lexuar për një natë, dikush thotë, e pamundur. E pamundur. Jo, është e mundur. Për këtë ushtroj, namazit. Edhe dyta duaja. Lutje. Lutje, o Allah falem, Allah falem. Po dikush ka me thonën, këtu do të ndalna pak, dikush ka me thonë, hoxha, po, a nuk ban me shfridzun lutje më shumë se sa me lexu Kur'an? I thamë, shqo, këtu djetarët islam ka dalë me një send. Ka i thonë, përmendja Allahut subhanahu wa taala shpesh herë është më e mirë se vetë duaja. Edhe pse jo mja ullë vlerën duas. Po besimtari ban një farë laramanijet i badetet. Lexim Kuranit, dhikr, falje namaznate, istikfar, para se me flet istikfar. Dhe gjitha këto i ban në këtë mënyrë dhe në këtë formë që Allah subhanahu wa taala aldalmi në ditën e gjykimit se ne kemi shfrytzu këtë natë maksimum. Kur jemi të dhikri, përmendja Allahut, për shembull dikush ka me thonë, hoxha, nuk dive me lexu Kur'an, s'kam shku me këtë vit, shka muj me bu me kompenzu, dhe me thuj subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la ilaha illallah, wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Dhikr. Nëse s'di sigurt, s'ka njeri në tokë, në rruzullin toksor, tek ne, shqip folse që lezi me thonë subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Që këto? A vlen këto? Shumë vlen. Shumë vlen. Këme thonë, po pse? Apo Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Ka thonë pejgamberi sallallahu, është një hadith që t'jep me kuptue. Se përmendja Allahut azza në vetë veti është edhe përmendje, po edhe dua. Edhe lutje. E kjo është 2 në 1 që i thënë, kjo e me përmendë Allahun, ki se vape që e përmendë Allahun, po të njëjtën kohë edhe jetu e lutë Allahun subhanahu wa taala. E shka të e lutë Allahun subhanahu wa taala? Atë shka i kinë zemër që të dhe mas shumë. Që të mbrej mas shumë me qatë të e lutë Allahun. Edhe pse nuk i të e shqiptue. Për këtë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur erdhi një njeri tha, o i dërgumi Allahut. Unë e lusë Allahun azza wa jall dhe në dua, kur baj dua, çoj salavat mbi tije. Ka thonë shumë mirë duke bë. Po nëse don, çoj salavat. Po i dërgumi Allahut, atëherë ka më bë 1/3 e duas, lutë, për shembull nëse 1 orë, unë 1/3, 20 minuta ka me çu salavat mbi tije. Ka thonë shumë bukur, shumë mirë, po nëse e shton është më mirë. Atëherë tha gjysën ja Resulullah. Gjysën e kohës për dua ka me çu salavat. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shumë mirë është, po nëse don shtoj salavatet. Po i dërgumi Allahut atëherë tan kohën të cilën e kam planifikuar për me bë dua, ka me çu salavaten mbi ti. Tha nëse e ban këta, tha Allahu ka me të largu brengët. Çfarë brengë ki në zemër? Ki brengë zjarmin e xhehenimit se kimi hin xhehenem? Ka me të largu Allahu pisor në xhehenim. Ki brengë sa do të mush me hin xhennet? Allahu ka me çtin xhennet. Ki brengë borxhin tan? Allahu ka më bë sebeb që ti me la borxhin tan. Ki brengë smundjen tonë? Allahu subhanahu wa taala ka më të largu smundjen tonë. I dhen Allahu shka i ka thonë, nëse të në kohën ban salavat, Allahu ka me t'i largu gajlet, mërzijat, telashet, problemet, ke që ka preokupon prej mrendja ka me t'i largu. Vetë që kaq? Jo. Wa ju këtharu dhembuk. Tha dhe Allah t'i falë gjënohet. Allahu t'i falë gjënohet.
Për këtë ditën Arafatit ka thonë, duan më të mirën, duan më të mirën që e kam bu une, edhe pejgamberët e mëhershme, çfarë doja është? La ilaha illallah wahdahu la sharika. S'ka dua këtë. Çfarë doja? S'ka dua këtë. Nuk ka dua këtë. Është lavdrimi i Allahut. Po, lavdrimi i Allahut. Amo, ki lavdrimi i Allahut, e di çka thot pejgamberi sa më një ditë tjetër. Tha atë njeri të cilin e preokupon përmendja ime. Ta me thonë, atë njeri i cili do të jetë përmendjen time, do të përmendë Allahun subhanahu taala. Dhe nuk do të bën dua, apo kohën e duos do të jetë në përmendjen time, Allahu do të jep atina më smirti që i ka dhonë dikujna që i ka bu dua. Për këtë të natë, le të shfrytëzojmë. S'di me lexu Kur'an. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah alazim, subhanallah alhamdulillah, ka 100 herë, 1000 herë. Sa më shumë, aq më mirë. Mos foli për vlerën e dhikrit. Pastaj këtë natë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë ka thënë, vlerën e madhe çka thash pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka zgju familjen. Po. Ai ka dhe ahla wa shadda mi'zara. E ka shtrëngu shokën. Pse e ka shtrëngu shokën? Janë dy kuptime. Është largu prej grave të veta, për dhe dyta, ato na vo me di, kështu ka thënë, këto net janë një herë. Këto net Allah azza jalla kina imër, a kina jetë më edhe një herë me arritën. Unë jam këto net. E ka me shtrëngu rripin mirë, ka ishin mirë shokën, ka me shtrëngu të hap maksimumin, se janë, do me thonë, këto net lipin bura. Këto net lipin me shtrëngu mirë shokën. E nëse shtrëngon mirë shokën, inshallah. Wa ai ka dhe ahle, edhe e kanë gjallë natën. Ta natën ka fal namaz, ka bo ibadet, ka bo gjithçka.